Allahun e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut, që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet dhe të falenderohet pos madhnisë Allahut. Edhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i funit, ërnek i njerëzimit, i dërgojmë salavat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë xumaja që preferohet më shumë me çu salavat, i qëjmë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Në këtë kohë të veçantë ku pranohet lutjet, ditë e veçantë, namazi i veçantë, e lutim Allahun e Madh që të na bën nasib Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Nga i Madhi Allah kërkoj më të shtrenjtën Jannatul Firdausin me rahmetin e tij dhe të na mbron nga zjarmi i xhehenemit. Dhe nga Allahu i Madh kërkojmë Jannatul Firdausin dhe të na mbrojë nga zjarmi i xhehenemit. Amin. Besimtarë të nderuar, në këtë hutbe 5 veçoritë e çdo besimtari do t'i veçojmë në zemrën e njeriut, të shohim a thu vallë cilët janë këto veçori, të parat apo të dytat. Në mbrëmsinë e secilit njeri ekziston ja dritë në zemrën e tij, ja errësirë. Në zemrën e njerëzve ka ja forcë, ja dobësi. Në zemrën e njeriut ka ja dashuri, ja urrejtje dhe zili, ose hased. Në zemrën e njeriut ka ja suksese dhe mendim të mirë për Allahun dhe për jetën e tij, ja vazhdimisht ka dështim, dhe në zemrën e njeriut ka gëzim ose mërzi. Secili, unë për vete dhe për juve, të bëjmë një analizë dhe një vështrim nga shumë ajete të Kuranit për zgjedhjen e 5 ajeteve. A thu vallë, a kemi drita apo errësirë në zemrën tonë? Kemi forcë pozitive apo dobësi në zemrën tonë? Kemi dashuri apo kemi smundje, hased në zemrën tonë? Jemi të suksesshëm apo të dështuar, apo kemi gëzim apo mërzi? Pasi është ditë e xumas, ditë e veçantë, e lutim Allahun na forcon imanin, dhe ripërtrirja e imanit kërkon kontinuitet të vazhdueshëm që ne ta lutim Allahun, që Allahu na forcon. Njeriu më i fortë në fe, në iman, ka qenë Muhamedi alayhis salam, dhe i ka thonë Allahut në lutjet e shpeshta: Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ya muthabbit al-qulub, o ti që i forcon zemrat, forcoje zemrën në hak. Prandaj thot Allahu në Kur'an, kush don të ketë dritë në zemrën e tij, atëherë duhet të jetë të shton nga i Madhi Allah këtë lutje. Allahu thon Kur'an: Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ata që besuan, ne jemi inshallah ata, yukhrijuhum min adh-dhulumati, Allah i të nxjerr nga terri në dritë. Allahu të nxjerr prej territ në dritë me çka? Me iman. Allahu na mundsov që ne ta ndriçojmë zemrën tonë me iman, vazhdimisht duke ripërtri imanin me vepra dhe me bindje ndaj madhnisë Allahut. Prandaj forca më e madhe që kërkon njeriu nga i Madhi Allah, që nuk bën pa ta as në dynjë as në ahiret, është imanin madhninë e Allahut, se imani apo drita në zemrën e njeriut edhe e kundërta është errësira. Errësira është kufri, është zullumi, është shirki dhe punët e shumtuara. Prandaj imani i fortë nuk e lën njeriu me dështu dhe me lan errësirë. Prandaj njeriu ka, njerëzit janë dy tabore, ose beson ose nuk beson. Ata që besojnë kanë dritë, ata që nuk besojnë kanë errësirë. Allahu na ndriçov zemrën tonë me iman, ya rabbel alamin. E dyta, njeriu ka nevojë mas imanit forcë. E imani nuk mjafton vetëm të besosh, po imani duhet me dëshmu me vepra të mira. Prandaj besimi dhe veprat e mira dhe bindja në Allah i jep njeriu të energji dhe forcë, dhe i shkatron njerëzit më të fortë të historisë së njerëzimit, siç kanë qenë Nemrudi, Ebu Xehli, Firauni, me forcën e imanit dhe me forcën e besimit dhe veprave që i kanë bërë pejgamberët e Allahut, dhe ne jemi pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na forcon në dynjë dhe në ahiret. Thot Zoti në Kur'an: njeriu është i dopt ose i fortë?
forcohuni me iman e pastaj duke bë vepra të mira. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah i forcon ata që bëjnë vepra të mira. Fil hayati dunya yuthabbitullahu alladhina amanu, ata që besuan edhe pastaj banën vepra të mira. Ibn Abbas ka thonë, ata që bëjnë vepra të mira, Allah ja ban natën e vorit nga baçet e xhennetit, i forcon Allahu në dynjat dhe i shpërblen me xhennet. Allahu nasip na boft, ya rabbel alamin. Forcë më të mirë se veprat e imanit nuk ka, që dëshmojnë dhe të ngrisin te Allahu. Spariherë dijen nëpërmjet besimit të ndriçon shpirtin dhe zemrën tënde, dhe nëpërmjet veprave e forcon imanin dhe je nga të shpëtuarit te Allahu subhanahu wa taala. E treta, njerëzit kanë ja dashuria urrejtje. Ata nuk kanë iman në zemrat e tyre dhe veprat mira, ata janë smut, ata janë hasedxhi, ata janë kibërgji, ata nuk e dojnë as dritën e Allahut e as forcën nga Zoti i Madh. Ata mbështeten në pushtetin e tyre, në pasurinë e tyre, në forcën e tyre, ndërsa ne mbështetemi në Allah. Thot Allahu në Kur'an për dashurinë, thot kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj, o Muhammed, neve, nëse e dojmë Allahun dhe pejgamberin, nëse e dojmë Allahun, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, ta ndjekim rrugën e pejgamberit. Pejgamberi ka qenë njeriu që i ka dashur më shumë ti besimtarët, e ka dashur Allahun më shumë ti, e ka besuar më shumë ti Allahun dhe ka bërë vepra më të mëdha. Ne jemi ummeti Muhamedit alayhis salam, yuhibbukumullah, po na garanton Allahu se Allahu don, nëse ti e don Allahun me iman dhe me vepra të mira, ti jep forcë, atëherë ti e shton dashurinë ndaj Zotit dhe nuk i vend për urrejtje ndaj askujt. Por çka zemra jote është e mbushur me dashuri. S'po du me zgjat shumë. Ai keni pa shumë njerëz sot ankohen, s'po flas nga aspekti medicinal për zemrën, po për shkak mungesës dhe bindjes dhe shpresës ndaj Allahut, e kanë të zbraz dhe të trishtuar zemrën e tyre. Prandaj mungon dashuria, mungon bindja, mungon drita e imanit në zemrën e tij. Prandaj adhurimi më esencial që ka nevojë dhe më prioritar është që ne të mbjellim iman, forcë dhe dashuri në zemrën tonë. Allahu na mundsoft. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. E Allahu kur don po thot edhe të fali gjunahet. Wa man yuti illaha wa rasulahu, ata që nderojnë Allahun dhe pejgamberin, faqad faza fawzan adhima. Dhe kjo është fitoria më e madhe. Kjo është fitoria, jo biznesi, jo partia, jo, fitoria më e madhe, më arrit kënaqësinë e Allahut, më arrit dritën në zemrën tonë, më arrit forcën dhe dashurinë ndaj madhnisë së Allahut. E katërta, njerëzit janë ja të suksesshëm, ja të dështum. Suksesi është dhuntia e Allahut, o vëllezër. O hoxhu myta be të punu që Allah i s'po mjep. O myta të mësu që s'pe e don. Dhunti, suksesi është dhuntia e Allahut. Prandaj kërkoni nga Zoti suksesin. E suksesi më i madh është kur thirr muezini hayya ala sala, hayya ala falah, hajde në shpëtim, hajde në namaz. Kjo është sukses, ti je suksesshëm. Ama ti jeton 60 vjet dhe nuk vjen në xhami, ti je dështum. Nuk ka më të dështum. Ata e kanë zemrën e rësuar, ai çka nuk i ban sejdë Allahut, ai çka nuk e don Allahun, ai çka nuk vepron për Allahun dhe për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an, për çka duhet të gëzu muslimani dhe sukses, çka do të thonë? Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun. Thuaj me dhuntinë e Allahut, me udhëzimin, me nurin e Allahut, le të gëzohen besimtarët. Ajo është më e mirë, më khair se sa ata që grumullojnë nga dynjaja. Prandaj besimtarët të nderuar, hayya ala salah, hayya ala falah është dëshmi e dritës, e forcës, e dashurisë dhe e suksesit. I suksesshëm është ai që i nënshtrohet Allahut. Dhe e funit, njerëzit janë ja të mërzitur e ja të gëzuar. Atëherë gëzimi vjen kur ti ke iman, forcë, dashuri dhe sukses. Thot Allahu në Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ju o musliman, mos u mërzitni, mos u dëshproni. Ju jeni mbi gjithë tjerët nëse jeni besimtar. Nëse ne dëshmojmë me këto 5 elemente që e përmendëm, me emrin e Allahut do të jemi të lumtur në dynjë dhe me dritë në zemrën tonë, me energji pozitive, me forcë, me sukses, me gjitha të mirat, dhe do dalim faqebar para Allahut. Dhe është Allahu i madh që Allahu t'i ndriçon zemrat tonë me iman,
me vepra dhe me bindje, të shtojmë dashuri ndaj madhnisë Allahut dhe pejgamberit, ndaj besimtarëve dhe njerëzimit, të jemi të suksesshëm, të jemi të bereqetshëm dhe të gëzohemi dhe mos të mërzitemi. E ai që ka mërzi, le të vjen në xhami ta hek mërzien, ai që ka mërzi le të lexon Kur'an, ai që ka mërzi le të shton dorën e sadakas, ai që ka mërzi le të përmend Allahun dhe le të shton istighfarin, se Allahu është falës. Allahu na fal neve, juve dhe gjithë muslimanët. Allahu rinin tonë udhëzoft në Kur'an dhe Sunnet. Allahu të smurit tonë i shëroft, të vdekurit tonë Allah i mëshiroft, ja bëv vorin nga baqët e xhenetit. Allahu prindërit tanë i mëshiroft dhe Allahu ja nasib Jannatul Firdausin ja bëv. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.